7 prilli shënon ditën botërore të shëndetit, një ditë e cila shërben për sensibilizimin e popullatës për të kujdesur për shëndetin e tyre, por sa të ndërgjegjësuar janë këta të fundit për të kryer kontrolle periodike. I bëj analizat, respektoj ilaçet, respektoj kontrollin e mjekut, edhe në përgjithësi mirë jam. Vitet e fundit qytetarët shkodran thonë se ka patur një rritje të ndërgjegjësimit të popullatës për të kryer kontrolle periodike në shëndetin e tyre. Begit shumë është rritur. Arrit. Edhe vetë rritja e gjatësisë këtu ka burimin. Është rrit në ndërgjegjësimin e njerëzit, kujdeset. Check-upi i grup moshës 35 deri në 70 vjeç shihet gjithashtu si një ndikues pozitiv, por të moshuarit kërkojnë që kryerja e check-upit të jetë edhe pas moshës 70 vjeç. Unë kam bën, kur ka qenë puna Covidit e kam bën 2 herë. Bazën e banoj, që na i kanë dhënë këtu pensionistëve, me bën i kanë bën. Patjetër ka një mos, të ka tregu ku je, çfarë do të bëj. Patjetër që ka qenë i dobishëm për menimin tim. Ka bon se kena shku, kena bën herë në vjetë. Dita botërore e shëndetit është një thirrje për veprim, jo vetëm për individet, komunitetet, por edhe e qeverinë, për të garantuar që kujdesi shëndetësor të jetë i aksesueshëm për të gjithë pa dallim.